Dasma kishte filluar. Për vjera zbuloi diçka askush e ke e priste. Muzika luante, të ftuarit po festonin dhe nusja sapo kishte hyrë në sallë, kur vjera vuri re diçka të çuditshme në fytyrën e saj. Në atë moment, ajo pa djalin e saj të madh, vëllain e dhëndrit, që po qëndronte në fund të sallës. Sytë e nusës u takuan me sytë e tij, vetëm për disa sekonda. Por për vjehrën ato sekonda mjaftuan. Ajo kuptoi se mes tyre fshihej një histori që mund ta shkatëronte dasmën, familjen dhe martesën që sapo kishte filluar. Por ajo ende nuk e dinte të vërtetën më tronditëse. Nusja nuk kishte ardhur në atë dasmë për të martuar djalin e saj. Dasma fshehte një sekret. Dasma kishte nisur prej gati një ore. Salla ishte mbushur me njerëz, tavolinat ishin zbukuruar me lule të bardha dhe drita të ngrohta, ndërsa muzika e dasmës përhapej në çdo cep. Të gjithë buzëqeshnin, ngrinin gotat dhe uronin çiftin e ri. Në qendër të vëmendjes ishin Arditi dhe Elona. Ata sapo kishin bërë fotografit e para si burrë e grua. Elona duke e përsosur në fustanin e saj të bardhë. Flokët i kishte mbledhur lart dhe në dorë mbante buqetën me trëndafila. Por buzëqeshja e saj nuk ishte e vërtet. Të paktën kështu mendonte Mira, nëna e Arditit. Mira ishte një grua që i kushtonte rëndësi çdo detaj. Që nga dita kur Elona ishte futur në familjen e tyre, ajo e kishte vëzhguar me kujdes. Nuk e kishte urryer kurrë, por gjithmonë kishte ndier se vajza po fshite diçka. Dhe atë mbrëmje, dyshimi i saj do të kthehej në një mak. Mira qëndronte pranë tavolinës së familjes kur dëgjoi dik pas saj. Ku është Dritani? Ajo u kthye. Ishte motra e Arditit. Nuk e di. Mendoj se doli pak jashtë. Mira ngriti vetullat. Dritani ishte djali i madh i saj. Vëllai i Arditit. Ai kishte qenë gjithmonë ndryshe nga pjesa tjetër e familjes. Nuk jetonte më në qytet dhe prej vitesh punonte jashtë vendit. Kur kishte ardhur për dasmën e vëllait, pothuajse të gjithë ishin gëzuar. Përveç Elonës. Këtë gjë Mira e kishte vënë re që në momentin e parë. Kur Dritani hyri në sallat të mbrëmje, Elona kishte ngrirë. Vetëm për një çast. Por Mira e kishte parë. Dhe tani, teksa kërkonte me sy të birin e madh, pa Dritanin pranë derës. Ai sapo kishte hyrë në sallë. I veshur me kostum të zi, me një shikim të qetë dhe serioz. Elona ishte duke folur me një të afërme. Por sapo pa Dritanin, fjalët ju pren. Ajo heshti. Dritani gjithashtu ndaloi. Sytë e tyre u takuan. 1 sekond, 2 sekonda, 3. Pastaj Elona uli kokën. Mira mbeti e palëvizur. Pse e shikon kështu? Mendoi. Dritani u afrua te familja. Urime vëlla, i tha Arditit. Arditi e përqafoi. Më në fund erdhe. Mendova se do ta humbisje dasmën. Dritani buzëqeshi. Për ty nuk do ta humbisja kurrë. Pastaj Arditi u kthye nga Elona. Shiko, erdhi edhe vëllai im. Elona ngriti syt. Po dhe pash. Zëri i saj dridhej. Dritani e vuri re. Mira gjithashtu. Por Arditi nuk kuptoi asgjë. Ju të dy njiheni? Pyeti ai me shaka. Në sallë duke sikur askush nuk po i dëgjonte. Por për Elonën pyetja e Arditit ishte si një goditje. Ajo heshti. Dritani po ashtu. Mira i pa të dy. Jo, tha më në fund Elona. Por përgjigja erdhi shumë shpejt. Shumë e frikësuar. Dritani e pa. Jemi takuar një herë, tha ai. Arditi qeshi. Vetëm një herë? Elona u përpoq të buzëqeshte. Po. Mira nuk tha asgjë. Por diçka brenda saj i tha se ajo përgjigje ishte gënjeshtër. Pak më vonë, muzika u ngrit dhe çifti u ftua në pistën e vallëzimit. Arditi i kapi dorën Elonës. Hajde. Elona shkoi me të. Por gjatë gjithë vallëzimit, her pas here shikonte nga Dritani. Dhe sa herë që sytë e tyre takoheshin, ajo e kthente me njëherë kokën. Mira po e ndiqte çdo lëvizje. Në një moment Elona u largua nga pista. Po shkoi pak në tualet, i tha Arditit. Ajo doli nga salla. Disa sekonda më vonë, Dritani gjithashtu u largua. Mira e pa. Zemra filloi t'i rrihte fort. Ajo priti pak. Pastaj shkoi pas tyre. Korridori ishte i qetë. Nga larg dëgjoheshin vetëm zërat e të ftuarve dhe muzika. Mira u ndal kur dëgjoi një zë. Ishte Elona. Nuk duhej të vije sonte. Mira ngriti kokën. Dritani ishte përballë saj. Është dasma e vëllait tim. Si mund të mos vija? Ti e di çfarë po bën. Jo, Elona. Ti e di shumë mirë çfarë po bën. Mira mbuloi gojen me dorë. Elona. Dritani. Vetëm emrat e tyre pranë njëri tjetrit ishin të mjaftueshëm për ta bërë të dyshonte. Por ajo që dëgjoi më pas e tronditi.
Unë të kam dashur para se të njia Arditin, përshpëriti Elona. Mira u mbështet pas murit. Sikur toka ti ishte larguar nën këmbë. Dritani uli kokën. Mos e thuaj këtë. Pse? Është e vërteta. Sepse sot është martuar vëllai im. Elona filloi të qante. Dhe ti mendon se unë nuk e di? Dritani nuk u përgjigj. Unë u përpoqa të harroja, vazhdoi ajo. Por ti u largove pa më dhënë asnjë shpjegim. Nuk mund të merrja me vete. Por mund të më kishe thënë të vërtetën. Dritani u afrua një hap. E vërteta nuk do të ndryshonte asgjë. Do të ndryshonte gjithçka. Në atë moment Mira bëri një hap pas. Parketi kërciti. Të dy u kthyen. Elona u zbe. Dritani mbeti i ngrirë. Mira i shikoi në sy. Çfarë dreqin po ndodh këtu? Askush nuk foli. Është dasma e djalit tim, vazhdoi ajo. Dhe unë sapo dëgjova nusen time të thotë se ka dashur djalin tim tjetër. Elona shpërtheu në lot. Dritani mbylli syt. Por Mira ende nuk e dinte pjesën më të tmerrshme. Sepse Dritani më në fund foli. Më fal, nënt, por kjo nuk është historia e plot. Mira e pa e habitur. Çfarë do të thuash? Dritani nxori telefonin nga xhepi. Hapi një fotografi. Dhe ja zgjati. Mira e mori telefonin. Në fotografi ishte Elona. Por ajo nuk ishte vetëm. Pranë saj ishte një burr tjetër. Një burr që Mira e njihte shumë mirë. Dhe kur pa fytyrën e tij, i ra telefonin nga dora. Sepse burri në fotografi ishte Arditi. Por fotografia ishte bërë 2 vite para se Elona dhe Arditi të takoheshin zyrtarisht. Fotografia ndryshoi gjithçka. Mira qëndroi e ngrirë. Fotografia ishte ende në ekranin e telefonit të Dritanit. Ajo e pa edhe një herë. Elona. Arditi. Të dy shumë pranë njëri tjetrit. Dhe poshtë fotografisë ishte data. 2 vite më parë. Mira ngriti syt drejt të birit. Çfarë është kjo? Dritani mori frym thellë. Pikërisht atë që mendon. Jo, tha Mira. Nuk dua të mendoj asgjë. Dua të ma shpjegosh. Elona po qante. Mira, unë mund ta shpjegoj. Ti mos fol. Zëri i saj bëri që Elona të heshte. Sot djali im u martua me një grua që më thot se ka dashur vëllain e tij, dhe tani më del një fotografi ku ajo është me Arditin 2 vite më parë. Dritani uli telefonin. Ka edhe më shumë. Mira e pa me frikë. Çfarë? Unë e kam parë këtë fotografi përpara teje. Ku? Dritani heshti për disa sekonda. Në telefonin e Elonës. Mira u kthye menjëherë nga nusja. Në telefonin tënd? Elona nuk përgjigjej. Përse e kishe këtë fotografi? Elona fshiu lotët. Sepse ajo nuk arriti ta mbaronte fjalinë. Nga salla u dëgjua zëri i Arditit. Elona. Ku je? Të tre u panë në sy. Mira bëri një hap drejt Elonës. Shko. Elona u kthye drejt sallës. Dhe asnjë fjalë për këtë, i tha Mira. Elona u largua. Dritani mbeti vetëm me të ëmën. Tani do të ma tregosh gjithçka. Dritani heshti. Dritan. Nëse ta tregoj, kjo dasmë mbaron sonte. Mira e pa drejt në sy. Ajo dasmë mund të ketë mbaruar që para se të fillonte. Në sallë, festa vazhdonte. Askush nuk e dinte se çfarë po ndodhte. Arditi po kërkonte Elonën. Kur e pa, buzëqeshi. Ku ishe? Më duhej pak ajër. Arditi i kapi dorën. Je mirë? Po. Ai e puthi në ballë. Elona uli syt. Në atë moment Mira u kthye në sallë. Arditi e pa. Mami, ku ishe? Këtu. Je mirë? Dukesh e shqetësuar. Mira buzëqeshi me zor. Jam pak e lodhur. Arditi nuk dyshoi. Por Elona e kuptoi. Mira tashmë e dinte. Dhe kjo e frikësoi. Pak më vonë familja u mblodh për tortën. Fotografët kërkuan që të gjithë të afroheshin. Arditi qëndroi pranë Elonës. Dritani ishte në anën tjetër. Mira po i shikonte të gjithë. Pastaj vuri re diçka. Elona po mbante dorën e Arditit, por gishti i saj i vogël dridhej. Dritani po e shikonte. Mira e kuptoi se kjo nuk ishte thjesht një histori dashurie e vjetër. Kishte diçka tjetër. Diçka shumë më të madhe. Në mes të festës, Dritani i kërkoi Mirës të dilnin jashtë. Duhet të flasim. Ata shkuan në parking. Dritani nxori telefonin. Kur u ktheva nga jashtë para rreth një viti, Elona më kontaktoi. Mira nuk foli. Më tha se kishte bërë një gabim. Çfarë gabimi? Ajo kishte qenë e lidhur me Arditin. Mira u trondit. Çfarë? Po. Por Arditi më tha se kishte njohur Elonën vetëm disa muaj para fejesës. Të gënjeu. Mira u ul në një stol pranë parkingut. Pse? Dritani vazhdoi.
sepse Arditi dhe Elona ishin bashkë fshehurazi. Atëherë pse më the se Elona të kishte dashur ty? Dritani uli kokën. Sepse historia ndryshoi më vonë. Si? Ai e pa drejt në sy. Elona më tha se ajo dhe Arditi u ndan. Dhe pastaj? Pastaj më kërkoi mua të largoheshim bashkë. Mira mbeti pa fjalë. Ti e doje? Dritani nuk u përgjigj. Mira e kuptoi. Ti e ke dashur vërtet? Po. Dhe çfarë ndodhi? Nuk shkova. Pse? Dritani mori frym thellë. Sepse ajo më tregoi diçka që nuk mund ta besoja. Çfarë? Dritani hapi një mesazh të vjetër. Më tha se Arditi nuk ishte ndarë prej saj për shkak të dashurisë. Mira e pa. Atëherë për çfarë? Dritani ngriti syt. Për shkak të një sekreti. Ndërkohë, brenda sallës, Arditi po fliste me disa miq. Elona shndronte vetëm. Një burr i moshuar ju afrua. Zonja Elona? Ajo u kthye. Po. Burri i zgjati një zarf. Këtë ma dha një person për t'ju adorzuar. Elona e mori. Kush? Nuk më tha emrin. Ajo pa zarfin. Ishte pa emër. E hapi ngadalë. Brenda kishte vetëm një fotografi. Elona e nxori. Dhe sapo e pa, fytyra ju zbardh. Në fotografi ishte ajo. Por fotografia nuk ishte me Arditin. As me Dritanin. Ishte një fotografi e saj duke dal nga një hotel. Në krah të saj ishte një burr që ajo nuk e kishte parë prej vitesh. Në pjesën e pasme të fotografisë ishte shkruar vetëm një fjali. Nëse martohesh sonte, Arditi do ta marrë vesh të vërtetën. Elona filloi të dridhej. Jo, ajo e grisi fotografin, por ishte tepër vonë. Dikush po e shikonte nga larg. Mira, ajo kishte parë gjithçka. Dhe tani ishte e bindur se sekreti i familjes ishte shumë më i madh nga sa kishte menduar. Pak minuta më vonë, Arditi u afrua. Çfarë ke? Asgjë. Je e zbeth. Jam thjesht e lodhur. Arditi i kapi dorën. Hajde të dalim pak. Elona u përpoq të largohej. Jo. Arditi u ndal. Pse? Elona e pa në sy. Ardit duhet të të them diçka. Çfarë? Ajo heshti. Në atë moment telefoni i Arditit ra në tavolinë. Një mesazh i ri. Ai e hapi. Ishte nga një numër i panjohur. Mesazhi kishte vetëm një fjali. Urime për martesën. Por ai ke treguar nuses tënde se çfarë ndodhi atë natë. Arditi ngriu. Elona pa ekranin. Kush ta dërgoi? Arditi nuk foli. Ardit? Ai ngriti kokën. Dhe për herë të parë të mbrëmje, frika ju duk qartë në fytyrë. Ai është gjallë. Elona u tërhoq. Kush? Arditi pa drejt nga dera e sallës. Burri që menduam se kishte vdekur. Në të njëjtën sekond, dera kryesore e sallës u hap. Të gjithë u kthyen. Një burr hyri ngadalë. Elona e njohu menjëherë. Dritanit i ra gota nga dora. Mira mbeti pa frym, ndërsa Arditi pëshpëriti. Nuk ka mundësi. E vërteta u zbulua dasm. Salla u zhyt në heshtje. Muzika vazhdonte të luante, por askush nuk po dëgjonte më. Të gjithë po shikonin burrin që sapo kishte hyrë. Elona ishte zbehur. Dritani qëndronte i palëvizur. Mira po shikonte Arditin, ndërsa Arditi dukej sikur kishte parë një fantazm. Burri bëri disa hapa drejt tyre. Përshëndetje Ardit. Arditi nuk foli. Nuk do të më urosh për kthimin? Ti nuk mund të jesh këtu. Burri buzëqesh i hidhur. Për 6 vjet më ke konsideruar të vdekur. Mira u afrua. Kush është ky njeri? Burri e pa. Unë jam Leonardi. Mira mbeti e hutuar. Nuk të njoh. Ndoshta jo, por djali juaj më njeh shumë mirë. Arditi u afrua. Mos bëj skena këtu. Leonardi qeshi. Skena? Në dasmën tënde? Ai nxori një zarf të trash. Unë nuk kam ardhur për të prishur dasmën. Pastaj pa Elonën. Kam ardhur sepse ajo meriton të di të vërtetën. Elona filloi të qante. Mjaft Leonardi. Mira u kthye nga ajo. Ti e njeh? Elona nuk përgjigjej. Ti e njeh këtë burr? Po. Një murmurim u përhap në sallë. Arditi shtrëngoi nofullën. Elona mos. Leonardi ndërhyri. Tani është tepër vonë për t'i thënë të mos flas. Ai nxori disa dokumente nga zarfi. 6 vjet më parë, Arditi më kërkoi të firmosja disa dokumente për një biznes. Mira pa të birin. Çfarë biznesi? Një kompani që kishte borxhe të mëdha. Arditi nuk donte që emri i tij të dilte askund. Arditi bërtiti. Gënjeshtra. Leonardi nxori një dokument. Firma jote është këtu. Disa të ftuar filluan të filmonin me telefon. Arditi u afrua dhe tentoi t'ia merrte dokumentin. Mos e bëj këtë.
por Leonardi u tërhoq. Ky ishte vetëm fillimi. Mira po dridhej. Çfarë ka bërë djali im? Leonardi pa Elonën. Pyete atë. Të gjithë syt u drejtuan nga Nusja. Elona nuk mund të fshihej më. Ajo ngriti kokën. Unë dhe Arditi kemi qenë bashkë para 2 vitesh. Mira mbylli syt. E dija. Elona vazhdoi. Por kur u ndam, unë fillova të afrohesha me Dritanin. Dritani uli kokën. Dhe pastaj? Pyeti Mira. Pastaj Arditi e mori vesh. Arditi bërtiti. Mos gënje. Nuk po gënjej. Elona qau. Ti më kërcënove. Salla u bë edhe më e heshtur. Mira pa djalin e saj. E kërcënove? Arditi nuk përgjigjej. Dritani u afrua. Tani e kuptoni pse u largova nga familja? Mira e pa. Ti e dije gjithë këtë? Jo gjithçka. Dritani pa Elonën. Por e dija se Arditi po e detyronte të heshte. Arditi shpërtheu. Sepse ajo do të më shkatëronte. Leonardi qeshi. Jo, Ardit. Ti po shkatëroje veten. Pastaj nxori telefonin. Dhe kam diçka tjetër. Ai shtypi një video. Në ekran u shfaq një regjistrim i vjetër. Arditi ishte në një zyrë. Përballë tij ishte Leonardi. Dhe dëgjohej qartë zëri i Arditit. Nëse ti flet, do të kujdesem që askush të mos të besoj. Mira vendosi dorën në gojë. Zot, videoja vazhdoi. Leonardi i thoshte. Po më kërkon të marr fajin për borxhet e tua. Arditi përgjigjej. Do të fitosh para. Po nëse gjërat shkojnë keq? Arditi heshti. Pastaj tha. Atëherë do të duket sikur ti ke bërë të gjitha. Videoja përfundoi. Arditi nuk kishte më fjalë. Por Mira nuk po shikonte më Arditin. Ajo po shikonte Elonën. Po ti, pse u martove me të? Elona shpërtheu në lot. Sepse, ajo heshti gjatë. Sepse besoja se mund ta ndryshoja. Mira uli kokën. Dhe Dritani? Elona e pa. Dritani ishte njeriu që doja vërtet. Dritani mbylli syt. Por ti zgjodhe Arditin. Sepse ai më kërcënoi se do të shkatëronte familjen tënde. Dritani u afrua. Duhej të më kishe treguar. Kisha frikë. Në atë moment Arditi u kthye nga Leonardi. Çfarë kërkon? Leonardi buzëqeshi. Drejtësi. Para? Jo. Ai nxori edhe një zarf të fundit. Dua që të gjithë të dinë se çfarë ndodhi atë natë. Arditi u zbeh. Mira e vuri re. Çfarë nate? Leonardi pa drejt në sytë e Arditit. Natën kur të gjithë menduan se unë vdiqa. Dritani ngriti kokën. Çfarë ndodhi? Leonardi heshti për disa sekonda. Arditi më la të plagosur në një rrugë të shkret dhe iku. Salla shpërtheu në zëra. Jo, bërtiti Arditi. Ti mendove se nuk do të mbjetoja. Leonardi ngriti këmishën pak dhe tregoi shenjën e vjetër të plagës. Por mbjetova. Mira u kthye nga djali i saj. A është e vërtet? Arditi nuk përgjigjej. Dhe heshtja e tij ishte përgjigja. Mira i dha një shuplak. Ti nuk je djali që kam rritur. Arditi filloi të qante. Por tashmë askush nuk e mëshironte. Disa minuta më vonë dasma ishte shpërndar. Të ftuarit po largoheshin. Fotografët kishin ikur. Muzika ishte ndalur. Elona shëndronte vetëm pranë derës. Dritani u afrua. Çfarë do të bësh tani? Ajo e pa. Nuk e di. Do të qëndrosh me të? Elona uli kokën. Jo. Dritani heshti. Atëherë çfarë? Do të largohem. Ai bëri një hap drejt saj. Por Elona u tërhoq. Jo, Dritan. Pse? Sepse gjithçka që ndodhi mes nesh filloi me një gënjeshtër. Por unë të kam dashur. Elona qau. Edhe unë. Pastaj u largua. Dritani e pa teksa dilte nga salla. Mira ishte ende aty. Ajo gjeti Arditin vetëm. Ai kishte hequr gjaketën dhe qëndronte i ulur në një karrige. Mami, mos më thirr kështu. Arditi ngriti syt. Më fal. Nuk është falja ajo që të duhet. Mira u afrua. Të duhet të përballesh me atë që ke bërë. Arditi filloi të qante. Kisha frikë. Të gjithë kemi frikë. Por jo të gjithë shkatërojnë jetët e të tjerëve. Ajo u kthye dhe u largua. Jashtë, Leonardi po priste pranë makinës. Dritani ju afrua. Pse u ktheve pikërisht sot? Leonardi e pa. Sepse sot duhet të merrte fund gënjeshtra. A ka mbaruar gjithçka? Leonardi buzëqeshi. Jo. Dritani u habit. Çfarë do të thuash? Leonardi nxori telefonin. Ka edhe një person tjetër që e di të vërtetën. Kush? Leonardi e pa drejt. Babai juaj. Dritani ngriu. Babai im ka vdekur prej 10 vitesh. Leonardi heshti. Pastaj tha.
Jo, nuk ka vdekur. Dritani mbeti pa fjalë. Në të njëjtin moment nga makina pranë tyre doli një burr i moshuar. Dritani e pa. Mira u kthye. Dhe të dy u ngrin, sepse fytyra e atij burri ishte e njohur. Ishte babai i tyre. Fundi i sekretit. Dritani nuk po merrte dot frym. Burri që qëndronte përballë tij duke i moshuar, më i dobët dhe me flokët e thinjura, por fytyra nuk linte asnjë dyshim. Baba. Burri ngriti syt. Po, biri im. Mira vrapoi drejt tij. Nuk është e mundur. Burri e përqafoi. Më fal Mira. Ajo filloi të qante. Ku ke qenë gjithë këto vite? Duke u fshehur. Nga kush? Ai pa nga Arditi. Nga djali yt. Arditi u ngrit menjëherë. Mos e beso. Babai i tij e ndërpreu. Mjaft Ardit. Për vite të tëra të kam mbrojtur. Por sot nuk do të gënjej më. Ai nxori një dosje të vjetër. Kur menduat se vdiqa, unë isha gjallë. Por zbulova se Arditi kishte përfshirë Leonardin në një borxh që mund të shkatëronte familjen. Mira po dëgjonte me lot në sy. Pse nuk u ktheve? Sepse Arditi më kërcënoi. Më tha se nëse kthehesha, do të dëmtonte ty dhe Dritanin. Dritani pa vëllain. Tani gjithçka kishte kuptim. Elona u afrua. Më vjen keq. Dritani e pa. Ti nuk ke pse të kërkosh falje për gjithçka. Po, kam. Të kam dashur, por kam lejuar frikën të më drejtoj. Ajo hoqi unazën e martesës. E vendosi mbi tavolinë. Kjo martesë nuk mund të vazhdoj. Arditi nuk foli. Për herë të parë ai duke i dorëzuar. Babai i tij u afrua. Ardit, gabimet mund të pranohen, por nuk mund të fshihen përgjithmonë. Arditi uli kokën. Më falni. Mira e përqafoi, por jo si më parë. Të fal si nën. Por tani duhet të përgjigjesh për atë që ke bërë. Jashtë sallës, nata kishte rënë. Të ftuarit ishin larguar. Dasma kishte përfunduar pa muzikë, pa tortë dhe pa festë. Por për disa prej tyre, ajo natë ishte fillimi një jete të re. Leonardi i dha dorën Dritanit. Tani e di të vërtetën. Dritani pa nga dera ku Elona po largohej. Ndonjëherë e vërteta dhemb më shumë se gënjeshtra. Leonardi buzëqeshi. Por vetëm e vërteta të jep mundësinë të fillosh nga e para. Dritani heshti. Pastaj u kthye nga Elona. Elona. Ajo ndaloi. Ai ju afrua. Për disa sekonda nuk than asgjë. Pastaj Dritani tha. Nuk e di nëse mund të besoj përsëri. Elona uli kokën. E kuptoj. Por dua të jap një mundësi. Ajo ngriti syt. Vërtet? Jo për të harruar atë që ndodhi, por për të parë nëse mund ta ndërtojnë diçka pa gënjeshtra. Elona qau dhe buzëqeshi njëkohësisht. Këtë herë nuk do të fsheh asgjë. Dritani i zgjati dorën. Ajo ja kapi. 6 muaj më vonë gjithçka kishte ndryshuar. Arditi po përballej me pasojat e veprimeve të tij dhe familja kishte filluar ngadalë të rindërtonte marrëdhëniet. Babai ishte kthyer në shtëpi. Mira kishte mësuar të mos gjykonte pa dëgjuar të vërtetën. Dritani dhe Elona nuk u martuan menjëherë. Ata filluan nga zero. Pa sekrete, pa gënjeshtra, pa frikë. Një mbrëmje, Dritani e çoi Elonën në të njëjtin vend ku ishin njohur vite më parë. Ai nxori nga xhepi një kuti të vogël. Elona u habit. Çfarë është kjo? Dritani u ul në gjunjë. Herën e parë që të desha, gjithçka ishte e komplikuar. Elona filloi të qante. Por sot dua të pyes diçka vetëm pasi të kemi treguar të gjithë të vërtetën. Ai hapi kutin. Brenda ishte një unaz. A do të fillosh një jetë të re me mua? Elona nuk foli. Vetëm e përqafoi. Dhe këtë herë nuk kishte askush që po i detyronte të ishin bashkë. Ishte zgjedhja e tyre. Ndërsa për familjen ajo dasmë mbeti gjithmonë një kujtim i dhimbshëm, një gjë nuk e harruan kurrë. Ndonjëherë një martesë mund të fillojë me një gënjeshtër, por e vërteta, sado e dhimbshme të jetë, është ajo që jep njeriut mundësinë të fillojë përsëri. Dhe Mira, sa herë kujtonte atë natë, thoshte vetëm një fjali. Më mirë një e vërtet që të shkatëron për një moment, sesa një gënjeshtër që të shkatëron për gjithë jetën.